dinamika që i ka sjellë programit Selin. Ajo çfarë është dashur të duroj. Historia me Gimbal. Përballja që ka patur me të mirën dhe me të keqen. Mënyra se si i është qasur në tërësi Big Brotherit saj, Selin i ka të gjitha për të fitur. Duku janë të përballë tyre, ato dhe vjetë që Nuk me intimidojnë më në absolute. Shumë, dhe kështu në jo. Ai zemënshur, edhe mendoj që është i ka pretendentet për ta fituar. Nuk janë fitesi, as Gjesi, as Lidimi, as Ejta. Nuk janë martu me lojnë as kujt. Selin është pak më përpara se tjerë. Ju të dy, si ti i si miri, vetëm për Selin në flisi. Sepse e keni frikë. Në këtë rrugtim, dy njerëz të atij niveli që pretendojnë të fitojnë në krahët e një vajze, nuk do t'i lejoja kurrë, dhe s'do t'i lejoj kurrë. Ajo ka një shans më të fortë nga gjithë ata që janë aty që ta fitojë. Ja te shkallë që ngjitura një pas një, me ngadalje dhe me shumë siguri. Me të gjithë ju, dua t'ju rikujtoj që Roberti përballë Selinit nuk do të merr asnjëherë asnjësi. Mirëmëngjes, o Selin, jesh gati. Tani bësh dashur. Listja e parë e këtij edicioni të Big Brother është Selin.